Fitaret e Kosovës kundër Suedisë dhe barazimin ndaj Slovenisë i kanë shërbyer shumë edhe trajnerit të Dritës Zekiria Ramadani. Trajneri shkupian të mërkurën në konferencën për shtyp parandeshjes kundër skuadrës Cipriote, Omonia ka theksuar se ka marrë mësim se si një skuadër mund të dalë fituese ndaj favoritëve. Drita të Entën e luan ndeshjen e dytë të fazës së ligës në ligën e konferencës. Dueli Drita Omonia luhet nga ora 18:45 në stadiumin Fadil Vokrë në Prishtinë. Sa i përket reprezentacionit Kosovës, padyshim që ne si trajnera gjithmonë mundohemi shohim ndeshje dhe thjesht në këto 3 ndeshjet e fundit që ka bërë Kosova, unë për vete kam marrë shumë mësim se si duhet vendoset ekipi kur ka përballë një ekip ose kombëtare ose skuadër që është shumë me nivel shumë më të lartë dhe shpresoj që të kemi marrë mësimin e duhur. Do mundohemi ta shfrytëzojmë edhe ne këtë. Ai ka theksuar se përgjithësi i Kosovës Franco Foda do të kishte merita të mëdha nëse skuadra gjilanase do të dilte fituese nga stadiumi Fadil Vokri. Nëse do dalim nesër me fitore, këtu padyshim që edhe Franco Foda ka një merit për shkak që i kom pa shumë mirë ndeshjet e fundit Kosovës, i kom analizu, jo për të bërë analizë në për debate televizive, po thjesht për të pas një material më tepër në të ardhmen për mua si trajner. Drita e nisi rrugtimin historik në ligën e konferencës me barazim 1-1 kundër skuadrës finlandeze Kups. Ndesha u zhvillua në Finland. Drita është në seri pozitive, ka 3 fitore rresht në Super League. Qendërmbrojtësi i Dritës Jorgo Pëllumbi thotë se fitoria ndaj Cipriotëve do të ishte fitore e gjithë kombit shqiptar. Presim mbështetje të madhe nga tifozët dhe përfitoj nga rasti të bëj një thirrje për tifozët, jo vetëm të qytetit ton, por të gjithë kombit, sepse nesa është një ndeshje që Drita përfaqëson jo vetëm Gjilanin, por gjithë kombin shqiptar. Sa më shumë përkraje të kemi, edhe aq më shumë motiv do kemi gjatë ndeshjes. Omonia humbi nga Mainzi me rezultat 1-0 në gjiron hapëse të ligës së konferencës. Në kampionatin Cipriot ka 5 fitore, 1 barazim e 1 humbje.